ne të gjallët mbi tokë, a kemi kontakte me të vdekurit, a na dëgjojnë ata ne? Ne mund të krijojmë kontakt me të vdekurit nëse bëjmë diçka për shpirtrat e tyre. Për shembull, unë lutem për dikë, atij i shkon sinjali, X person po lutet për ty. Unë jap një lëmosh për shpirtin e babait ose për shpirtin e gjyshit. I shkon atij sinjali që këtë dhuratë e ke nga X person. Nga fëmia ose nga nipi ose nga vllai ose nga motra, çdo të mirë që bëjnë të gjallët për të vdekurit, atyre ju shkon sinjali dhe ata e marrin shpërblimin. Kështu që mund të kemi një kontakt të tillë. Pra e ndjejmë praninë e tyre edhe në tokë. Jo, pra ne nuk mund ta ndjejmë, edhe kjo është domethënë dallimi, ne nuk mund të kemi praninë të tyre këtu. Mirë, po ne mund t'ju çojmë atyre, le të themi, bekimet tona, lutjet tona, dhurata nga ana jon, po jo që t'jenë ato me ne, për shembull, se siç është një lloj, nuk e di, fantazie, nuk e di, ai më shikon mua tani, ai po na sheh neve tani, ose po më mbron, e ka mengjëll mbrojtës. Të gjitha këto janë, le të themi, besytni, po faktikisht argument që i vdekuri është në procedura të tjera, ka filluar një jetë tjetër, është një botë komplet tjetër, ai ka nevojë për ne, jo që tjeta i mbrojtësi jon, ai. Jo të kemi ne nevojë për një ngjëmbëj siç është ai, po thjesht njerëzit ndjejnë atë lloj intimiteti me njeriun e dashur që kanë humbur. Ndoshta edhe kjo është një lloj besytnie për ta ndjerë më afër dhe për t'ia atribuar pikërisht shpirtit të tij çdo gjë të mirë që na ndodh në tokë. Është e vërtetë, Imam Ahmeti, që njerëzit përpara se të vdesin komunikojnë me shpirtrat të tjerë, të afërmve të tyre, dhe themi që ai e dinte, ai po fliste dhe para se të vdiste po fliste me me njerëzit e afërt. Faktikisht në përgjithësi ndodh, domethënë që njerëzit përpara vdekjes sikur komunikojnë me të parët e tyre, me gjyshrit e tyre, ose me shokët e tyre të cilët kanë ndruar jetë më herë, domethënë. Madje bëhen gati, tregojnë momente të tjera dhe ka ndodhur, kemi dëgjuar që faktikisht ky është një lehtësim që Zoti e hedh edhe për familjarët. Pra sikur po ju thot familjarët, përgatituni, sepse, si më thënë, ky njeriu juaj, domethënë, ka kaluar domethënë në një dimension tjetër. Faktikisht ne muslimanët besojmë se ai nuk sheh, si më thënë, pararencit e tij ose të parët e tij, po faktikisht janë djajt, ata të cilët shfaqen në format e tyre, sepse djalli nuk i ndahet njeriut për ta nxjerrë nga rruga e Zotit deri në momentin e fundit të vdekjes. Siç tregohet, domethënë, njeriu kur është gati për të dalë shpirti ka dhe një nxehtësi të madhe. E ke parasysh njerëzit në përgjithësi, njeriu që është duke thënë shpirti ja lagin buzët me ujë. Po. Në ato momente, në moment për shkak që njerëzit nuk do të jenë të vëmendshëm te kjo pjesë, i shfaqet djalli me ujë. I thot mos beso Zotin se do të jap ujë. Dhe njeriu duhet ne gjallët që jemi afër të vdekurit, duhet të jemi të vëmendshëm, do të jemi të vëmendshëm edhe vazhdimisht. Edhe ka gjë të bukur, që pikimi i ujit, se nganjëherë ai se merr më dot ujin, pa i lagja e buzëve, është edhe puna që i themi ne furnizimi. E ke parasysh, prit, do të ikësh nga kjo botë, kanë mbetë edhe disa pika uji për t'i marrë. Domethënë njeriu duhet besoj se gjërat Zoti i ka caktuar, i ka ndarë, nuk duhet të jetë njeriu, si më thënë, lakmimtar, nuk duhet të jetë njeriu tafmaqar, nuk duhet të jetë njeriu mbartës i smirës dhe i të keqes, se edhe pikën e ujit që të shkruar për ta marrë në fund të jetës do ta marrë. Do ta marrë se s'ka ku të shkojë. Sillu mirë, jeto pastër, mos bëj keq, se çfarë ka shkruar Zoti ke për ta marrë. Ke për ta marrë në mënyrën më të mirë ose ke për ta marrë në mënyrën më të keqe. Luma i njëri që e mori atë që Zoti e kishte shkruar po në formën më të mirë, dhe mirë për atë që e mori që atë Zoti e kishte shkruar pra e mori në formën më të keqe. E vërtet. Çfarë ndodh kur themi do të bëjmë të 40-at, ndodh që ende shpirti është rreth nesh, që ndajnë të tretat, të 40-at, ose pasi vdes, themi, është kthyer në një flutur, ishte një flutur brenda shtëpisë dhe është shpirti të vdekurit. Janë besytni dhe këto, apo? Janë besytni, faktikisht. Domethënë nuk ka asnjë argument, le të themi, flasim nga Kurani apo nga hadithe e Profetit Alislam që shpirti sillet në momentin që bëhen 40-at ose bëhet hallva, ajo tradicional që kemi ne si popull, domethënë ai ndjen aromën e hallvës apo në netet e mira kështu muhabetësh. Të gjitha këto faktikisht nuk kanë argument. Pra përmenden si legjenda, përmenden si fjalë të transmetuara, po faktikisht nuk ka asnjë lloj transmetimi. Edhe kjo historia e fluturës për shembull, që kthehet shpirti në formë fluture, edhe ka ndodhur. Çudia më e madhe është se ka ndodhur pikërisht vërtetura e flutura. Ka ndodhur ndonjëherë që vjen një flutur e madhe, edhe është një flutur kështu specifike, speciale fare që është në të gjitha rastet ndodh njësoj. Po si ka mundësi? Po unë besoj se është çështje sezonale. Për shembull, kjo flutura nuk ka ndodhur ndonjëherë në dimër.
me çfarë kam paru, sepse unë u bë afërsisht 30 vjet që ushtroj profesionin e hoxhës. S'ka ndodhur ndonjëherë për shembull që në vjesht apo në dimër ta shohim këtë lloj fluture, gjithmonë në vdekjet e verës ndodh. Unë pra mendoj që është çështje sezonale. Si ka ndodhur jo në rastin e vdekjes, jo në raste të tjera, sebebe të tjera, po pikërisht në rastin e vdekjes dhe ajo është brenda prezent në Po është puna edhe kjo, se ne shqiptarët kur ka vdekje ndezin drita, ka gjëra, unë mendoj që kjo është, po nuk ka lidhje. Sepse nëse do të ishte kjo e vërtet, duhet të ishte në çdo vdekje. Pra nëse do të ishte historia e fluturës e vërtet, duhet të ishte në çdo vdekje dhe në çdo rast. Në momentin që ndodh në raste le të themi të izoluara, do të thotë që nuk është rregull. Kam dëgjuar për jetën e Berzahut. Po, jeta e Berzahut është ajo që ne tham pak më herët. Ajo quhet jeta e Berzahut. Po, ajo Berzah do të thotë jeta e ndërmjetme. Pra njeriu, ne kemi jetën e kësaj bote, kjo që po jetojmë, kemi botën mbasi të ringjallemi që do dalim përpara Zotit për dhënë llogari që është parajsa dhe ferri, dhe kemi bota e ndërmjetme ose jeta e ndërmjetme, barzakh do të thotë diçka e mesme ose e ndërmjetme, pra mes kësaj bote dhe botës tjetër.